Përshëndetje, unë sapo mbrita tek Estetic International. Tani do ju prezantoj pak me gjitha departamentet që mund t'i gjeni brenda kësaj klinike. Tu kemi departamentin ku kryen gjitha ndërhyrjet e mjekësisë estetike, si botox, filler, mezoterapi, PRP e gjitha me radhë. Po më lind dëshira të bëj një ndërhyrje, po jo, nuk jam këtu për ndërhyrje të fytyrës, po jam këtu për diçka tjetër. Di që jeni kurioz, po do prisni pak. Tu kemi dhe departamentin e dhëmbëve, do të thënë të dentistëve. Këtu mund të bëni implante, IMAX, veneers, edhe çfarë do lloj shërbimi të dëshironi për dhëmbët. Tani do pi një kafe, kam nevojë për një kafe. Ja dhe kafja ku është. Do të çan të këtu që të ke mundësi t'u tregoj më mirë katin e dytë të kësaj klinike. Këtu kemi katin në të cilin bëhen konsultimet, edhe në të cilin merren mendimet përfundimtare për se si do zhvillohet operacioni dhe çfarë janë ato kërkesat e pacientit. Kemi në këto dhoma dhe fjali. Ku për shembull kemi një fjali të Picassos, thotë gjithçka çfarë mund të imagjinosh është reale, edhe të tjera. Tu kemi prap Picasson, tu kemi Frida Kahlon, edhe jam e sigurt që dhe ju si mua mendoni se Frida është një ikon. Faktikisht besoj se fakti që janë disa imazhe këtu, edhe janë të gjitha imazhet të artit, është shumë e lidhur me faktin që doktorat këtu janë vërtet artista. Vazhdojmë, kemi dhomat të tjera, edhe kjo fjali është shumë e bukur. Kjo është një fjali praktikisht e Isaac Newton. Pikërisht në këtë dhomë zhvillohen konsultimet që i kryen Dr. Bim. Kjo është zyra e tij, edhe unë jam kurioze shumë t'ju tregoj, mezi pres t'ju tregoj ato implantet që ai përdor. Janë shumë të buta edhe shumë të lehta. Vazhdojmë. Tu kemi dhomën e pritjes, çfarë që erdha ishte plot me njerëz, po tani u boshatis sepse të gjithë janë duke kryer operimin e vetë. Hajdeni me mua tani të shkoni se si unë do përgatitem për operimin tim. Ky është kati i tretë, kati në të cilën zhvillohen operimet edhe rekuperimet. Tu kemi dhomat e operimeve, tash ne nuk mund të hyjmë normalisht sepse duhet të veshim gjëra, duhet të jemi 100% të sterilizuar, por do ju tregoj tash dhomat e rekuperimit. Edhe këtu vazhdon puna e imazheve. Kemi edhe këtu artista dhe dizajner të ndryshëm. Tu kemi Coco Chanel, tu kemi një fjali që mua më pëlqen shumë, edhe ka dhe dhomat të tjera me radhë. Dhomat janë shumë, po më lini t'ju tregoj cila do jetë dhoma ime. Është kjo, qyrde e para. Ja ku jam. Këtu i gjejmë të gjitha luks, e themi, edhe janë gjitha teknologjitë më të avancuara. Këtu është krevati, këtu kemi lavamanin afër krevatit, që në qoftë se nuk... Tu kemi lavamanin afër krevatit, aty kemi disa pajisje gjithmonë të teknologjisë së fundit për të siguruar që gjithçka të jetë në rregull gjatë periudhës së rekuperimit. Kemi dhe shapkat, kemi dhe shapkat edhe gjëra të tjera. Çfarë tjetër? Televizionin që mos të bajatemi thotë? Po. Tu kemi tualetin, atë dushin, lavamanin, edhe vëmendja nga gjithë stafi do jetë gjithmonë në maksimum. Tani erdhi momenti për mua të përgatitem për operacionin, kështu që shihemi më vonë me rezultatet. Ju puth! Tik tak, tik tak, tik tak.